Për mendimin tim, unë po të kem një firmën time, në qoftë se di që punëtori punon 6 orë, ama punon me eficiencë shumë të lartë, po them gjithkohon se tani nuk mundi marrësh firmën, për mua mjafton, qoftë sa jetë bën punën. Nuk më intereson njerëz se rin 10 orë, por rin kot. Nuk do të thonë. Firmat duhet të merren më shumë me eficiencën e punës, edhe jam i sigurt që puna do bëhet po njësoj, sepse nëse një që punon në shtet dhe ka 6 orë punë, do punoj më shpejt, do punoj më saktë, nuk do merret muhabete, nuk do pi kafe, kupton? Domethënë, do bëhet puna prapë, po mirë, po puna do bëhet prapë sa e di që në orën 2 do të iki. Shiko, dëgjoj vllai, se ne jemi në terren, domethënë, janë disa gjëra që pavarësisht se jemi në Gjermani, nuk bëhen për nuk të kafe. E ke parasysh? Se ti do trakime kafe. Nëse ti e ke llogaritur atë, ku dëgjon 600.000 euro, dhe ai do ishte 650 pa pirë një kafe, unë nuk e çoj dot 620 atë. Sekonda zotri, ai do të pi kafe, nuk po them që do të pi kafe në gjatë punës. Do vi më shkurt të pushimin e muhabetit. Domethënë s'ka provë. Do jetë më eficient në punën që bën. Po ku është prova? Bu. Cai. Po.